Përshëndetje miq të gazetës Demos. Një afarist I suksesshëm shqiptar që jeton dhe vepron në Zvicër ka vendosur që të garojë në listën e Aleancës. Me ne sot është numri 98 I kësaj liste, zoti Bajram Mulaj. Zoti Mulaj, fillimisht faleminderit për kohën dhe për mundësinë për të bashkëbiseduar. Faleminderit juve, mirë se u gjaj. Unë ju falenderoj për ftesën dhe uroj që këto zgjedhje të jenë zgjedhje patësore, zgjedhje që reflektojnë unitet, jo fyrje, jo sharje, sepse ku dje funi funit, atë dhevi jonë është I gjithëve. E kështu që për me inërua dhevën ne kem obligim se cili prej nesh gjuhën e urrejtjes të ulim e të reflektojmë pozitivisht edhe të jemi sa ma të unifikum dhe të jemi unik për interesat e kombit. Gjithherë kanë ditë shqiptarë që kur vjen interesi I kombit, ato interesat tjere I lënë onësh dhe japin dorën njëri tjetrit. Në opinion publik gjithmonë, ose më shumë me thonë që perceptohet është një lloj perceptimi publik që lëvizja vetëvendose ka më shumë vota në diasporë. Mirë, por në këto zgjedhje kemi parë që në të gjitha partitë politike ka afarist shqiptar, ka bashkëdhetar të cilët kanë vendosur që të garojnë, pra pse ju pikërisht garut në listën e Aleancës? Unë të them drejtën, unë nuk kam pas plane që të garoj, por duke pa një pasivitet të njerëz tanë diasporë se janë bën shumë propaganda që diaspora është veves, është do të thonë s'kan shans, edhe kam marrë vendim që edhe ne të kyqemi dhe të bojmë të kyqem dhe të shërbejmë me të vërtet dinitet që të shërbejmë atë dhevët tonë. Duke menduar se njerëz që ju kanë përgjigj atë dhevët në kohëna më të vështira, ka arë koha që me të vërtet edhe një kontribut kësaj radhe të japim atë dhevët tonë me disa njerëz që me dekada jemi mundu e kemi da kafshatën e bukës, e kemi da vetëm që ky atë dhe joni të frymon lirshëm. Kështu që nuk jam I vetmi, janë vetëm nga Zvica janë 3 kandidat të Aleancë, jemi njerëz të integruar në shoqërinë zvicrane, jemi nëpër partitë zvicrane, kontribuojmë edhe për shtetin zvicran, nëpërmes shtetit zvicran mundohem gjithherë që Kosovës tonë të sjellim të mira, të sjellim investime. Tha që gjithmonë kur ka pas nevojë Kosova, keni qenë aty, pra për me ndihmu, për me u angazhu në çështje kombëtare, çka sipas ju nuk po shkon mirë në këtë kohë që ju shtyju juve për mu angazhu? Them drejtën, është një farë lloj handikepi institucional dhe po duket që I kanë harrue vujtjet e popullit tonë, I kanë harrue gjakun që derdh nënave tona, motrave tona, fëmijëve tonë, e kështu që me të vërtet na duhet një gjuhë e bashkimit, e unitetit dhe besoj që njerëz tonë që I kanë shërbye kombit me dekada janë në fokus të këtij trendi dhe ne këtë trend duhet ta ndalim me investime për jashtit, me u sjell njerëzve vene punë me u hap, me kthy besimin e investitorëve shqiptar edhe të huajve, me kthy besimin që ky popull të sheh më shumë dritë, e jo të vunë për shkak të kacafytjeve politike apo ideologjike të njerëzve tanë. Kush ka kontribuar këtë gjuhë përçarje sipas jush? Kjo gjuhë përçarje kanë kontribuar me tash, nuk po du tash me reflektu negativisht, po kjo gjuhë përdor me atë minut kur është fyje familja jashare, ne na ka lëndue totalisht, këtë diaspora është të lëndume. Një familje që je 52 antar familje, që ka sakrifikue veten që sot në atë jemi të lirë. Edhe sot fyjet aja familje është fyje diaspora shqiptare, është fyje nona shqiptare, o fyje motra shqiptare, pa marrë parasysh kush do koftaj. Edhe cili do koftaj politikan që këtë rast e arsyeton apo e mbron, është shumë
e ullt. Kjo ullësi është që mos mbrohet gjaku i derdhën për atë dhe. Pse pikërisht në këtë kohë kjo gjuhë është rritme të madhe, për kjo përqamje mes popullit shqiptar. Kohën e fundit po e përcjelli se ne me trup jemi në gurbet, por me menje, me tru jemi në atë dhe. Kjo gjuhë e urrejtjes nuk i kemi pas. Kjo Kosovë kur ka dalë prej lufte, ka dalë e shkatrume. Ka dalë pa pushtet, pa shtet, pa ushtri, pa polici. Që ky gjak i dëshmorëve, që kjo sakrificë nonave tona, gjithë atyne që vdiqen për me frimu lirshëm, na pruni qëtu ku jemi me infrastrukturë, me gjitha me shtet, pushtetin e murëm të gatshëm, lëvizja e vetë vendosje, dhe me njerëz pa ndërgjegjshëm të kyqur në struktura tyne, her pas here shohen komandant të luftës, fyhen shumë njerëz që me të vërtet kanë sakrifiku e kanë dhonë familjarët vetë. Jeni vetë i keni po në përmes medjave edhe dalin njerëz të pushtetit edhe thojnë që ata mbrohen me legjë. Qysh kiti me udhes një shtet, kur ai shtet i ka rajtë në gjak. Edhe thët falë, luftës shërimtare, sot ata udheqin këtu edhe shajnë. Qa logjike ka? Edhe thujnë që Serbia pa i bën këto. Po qysh Serbia kur ka emën e mbi emën ka? Ka emën edhe mbi emër. Ta shune, po du me e përmen Fitore Pacollin, për shembull, që thot, o shliru Kosova prej Hashim Thaçit e prej Ramush Haradinit e prej njerëzve të luftë që shliru Kosova, e prej kuj e shliroj, Hashim Thaçi edhe Ramush Haradina i Kosovën, prej kuj e shliroj, me kanë luftoj. Qka do të thëtë kjo? Kjo është një ullësi, kjo është një vepër penale, një vepër është e pafalshme, që gjaku i dëshmorëve na pruni lirin edhe të shahat pej vetë që atyne që folin Shqip. Unë e Fitore Pacollja, kërë ka qenë opozit, e një rast, në konzulatën e Curijit në Zvicër, eskaloj aty, ne i bëjshim nërë si institucion i Kosovës, si deputet e Parlamentit Kosovës, dhe ajo na kthejke me të keq. E pyta, thash, une e njef Begjet Pacollin, Selimin, kam kontakt, Selim Pacollin, tha nuk e njef fare ata. Si njef fare? Do të ajo, ku nuk e njef vllaun e vetë, ku nuk e njef një njeri që një humanist si Begjet Pacollin, që s'kalon njeri pa i po mire, pa i nxerë, pa i kthedrave talibanve atje në Afganistan, James Berishën e ka nxerë pa Eritreja, që është ku me lëbu për Kosovë atje, edhe thot se nuk i ngjoh ata njerëz. Qfar dhe me thanje ka, kur e shonë vllaun e vetë, e fynë vllaun e vetë. E kështu që uroj, edhe shpresoj, lusë Zotin që shqiptarët mos të përqohen edhe të kanë unitet, të heket gjuha e urrejtjes e fyres ndaj njëri tjetrit. Në rast që arrijet kjo, zoti Mulaj, çka do të bëhet tutje, pra sa i përket investimeve dhe planet të cilat ju i keni, në rast edhe që siguroni një ulësi në kuvendin e Kosovës? Pikërisht që kjo ka ra se investitorët shqiptar janë largu prej Kosove dhe investimet e veta i kanë orientue ka Serbia, i kanë orientue në Bosnjë-Hercegovinë, në Kroacie, në Itali, e vendet tjera janë të ndërtuar Kosovën tonë e kanë nalë investimet për shkak të jo sigurisë, për shkak kacafyteve të sharë dhe të fyres, pikërisht gjakut dëshmorëve që e derdhen për qëtë shtetë. Çfarë investime po largohen? Investime prej llojeve të ndryshme. Investime, unë
e majnë man kur kemi qenë në qeverin Haradinaj, duke falenderuar Qamil Berishën, një biznismen i sukseshëm, një humanist shumë i madh, ma ka thonë kanë shpreh dëshirën 3 banka më të mëdha nacionale të Zvicrës me investue, me pastrue ajrin e termoelektranës këtu në Biliq. Kanë shpreh dëshirën me prue filterat teknologjisë më të re, me pastru ajrin Kosovës, me pastrue Kosovën pej bërlozhnave, atë bërlog me marë me maru fabrikin me djegë dhe pe ati bërlogi me prodhu rrymë. Edhe haj projekt në unal gjysë. Nga kush unal? Haj projekt unal në gjysë që kur u kërcënojke Kosova për ndarje, Ramush Haradinaj u desht me dërzu pushtetin me shpetu Kosovën për ndarje. Atë projekt e murë Zajevin atë ku ka qenë kryeministri i Maqedonisë edhe ne ngelem me hajnë dotun Prishtina, fush Kosova, o Biliqi, gjysma e Kosovës është ka ndotet për termoelektranës, edhe plus problem rrymë për tjereve. Në cilat fusha tjera me ndonë, zoti Mulaj, që mundet me pas përmesim Kosovë, që ndoshta edhe juve prej atje ju ka shqetësu kur i keni pa gjendjen Kosovë? Unë të thëmë një që sektori ndërtimtarisë mirë që ndërtohet, po siguria është shumë e vogël, dhe nuk ju kanë mu sigurit plot, as sigurimet shëndetësore, as sigurime aksidentore, dhe më thonë disa njerëz që të kohën e fundit kom dëgju që kanë ra për skeleve. Për shka? Në Zvicër është quhet një farë sigurimi është SUVA. Kur të paraqitisht të punishtën tonë, pa ardhë sigurimi aksidental me ta kontrollue punishtën, ti nuk u që më janis punës. Vetëm për sigurit njerëzve. Ajo është një e keqe që është në përcjell, njerëz tonë çdo ditë po na aksidentohen, po vdesin, po mesin pa lëvizshëm, e është një të merë që ka shumë gjëra tjera që duhet mu përmesu, po unë me të vërtet po thëmë që nëse unë besimin e popullit e marë, për ju betohem që komu munue një dhomë të posaqme, një zyret posaqme me bu vetëm për sigurinë e njerëzve, për investimet kapitalet i sielim, të jetë ajo zyre e bu me pe gjitha partive kontrolume, strikte kontrolume, që njerëz tonë mos të kanë birokraci gjatë dokumentacioni, po atë dokumentacion shteti t'ja rregullon dhe ne të fillojmë me punën. Sa ka mungu zoni i bashkëdhetarëve në Koventin e Kosovës sipas jush? Po thuaj se zoni i diasporës unë nuk e di që është ndëgjuar deri tani. Diasporën e kanë përdorur si mish për top, me marrë qatë votë, edhe asnjëherë zoni i diasporës nuk e di që është ndëgjuar në Parlamentin e Kosovës. Edhe vure vetëm në zgjedhje ju bjen man thot diaspora. Duhet mu fokusu këta ka hadheu këtu. Ne duhet me nalon qetë që na kur të vim me respektu ata që punon, ata që ndërton. Nuk në ka ardhë mirë që 2 autostradat apo autout Gjilan, Prishtinë, Gjilan edhe Mitrovic, Prizren që ndërprej. Nuk në ka ardhë mirë se kjo rrugë prej Glareve apo prej Kijeve deri në Klin zgjat 5 vite, 6 vite zgjat. Rruga Klin, Gjakov, është një katastrofë është. Kjo është me të vërtet është e papranueshme. Uroj që njerëz tonë t'i hapin sytë, ta din se kush e ka ndërtu Kosovën, kush e ka pru qëtu. Që ata njerëz që e kemi shtiru Kosovën, që ata njerëz edhe diasporës
Edhe këtu tash janë aktivizua pet, edhe qëta njerëz kanë Kosovën me shpetue prej këtyne të mereve që po i shohim nga larg. Po thatë që shumë investime kanë bërë në gjysmë, po nuk po përfundohen. Pse sipas juve, nuk po dinë, a nuk po dojnë? Unë nuk e di qysh me formulue këtë thanje. Unë janë dyjat. Edhe nuk dinë, edhe s'dojnë. Unë nuk munda mi thonë ndryshe, vetëm ose nuk dinë, ose nuk dojnë. Edhe dinë, edhe s'dojnë. Se kjo mu marë njerëz me njëni tjetrin, e me lo punë, me lo në pa krye, e mu marë me fyri, me shamje që kjo është. Mere me njëni tjetrin dhe punë t'ikin populli vunë. Populli s'ka komo me menue për politikane, me menue për fyri, për sharje, për ideologjie. Duhet punë. Punë edhe vetëm punë. Pse po përkthehet në votë kjo, zoti Mule, sipas juve, pasi që edhe vetë zoti Kurti po thotë që pavarësisht kritikave që me keni bë, unë prap i kom fitu zgjedhjet, edhe ato me një rezultat benc. Kanë pas një propagandë shumë, kanë bredh me një propagandë tërë edhe në diasporë edhe këtu, edhe ajo propagandë e keqe ndaj luftë dhe ndaj këtij ndërtimi e kësaj infrastrukture që o bo me mundë dhe me gjak deri shtu, kur jemi ardhë. Kryesisht me atë shprehje që 20 vjet nuk është bë kur gjë. Nuk o bo kur gjë, a janë shku, i kanë shtru asfalt edhe arat. Edhe arat janë shku, ja kanë që asfaltin të arat, nuk ka nevoj mu zhytë në laqaj. Edhe kanë bo lloj propagandë kundër komandantëve të luftës, se këta kanë bo kështu, dhe domethënë një njeri që i thot vete se unë kom qenë zëdhen si u që kes, edhe vete shanu që ken, qëfar logjike ka aj që sot me isha komandant të luftës? Pse së shku me luftu me ta? Po e fyn ata që kanë sakrifiku e kanë dhënë gjakin për atë dhe. E kështu që uroj se dhe aj të ndronë këtë trend të fyrjeve, të ndrojnë edhe partit tjera, të ndrojnë gjithë shqiptarët që të sjellin pozitivitet dhe unitet të japin reflektim pozitiv këtij populli, se o lodh populli. Ne po i shohim për ditë kemi familjarë tanë që për ditë e ma keq po shkojnë e shihni ngjarjet globale. Shihni çfarë çmime maramend se ka Kosova me standardet të Evropës. E çfarë standardi është në Kosovë? Standard e dini rroga minimale sa është. Nuk i dalin as përbarnisht ajo rroga, po ai farë pensioni sa e marrin plestë dhe plakat e Kosovës. Uroj që ky popull t'i hapë sytë ta din kënd me votue. Ta din kënd me votu. Ne kemi ardhë 4 jemi italianës, 1 është për Gjermania, 3 Zvicrës, 3 jemi me profesionet ndryshme, jemi me profesionet që këti populli kemi sjell vetëm të mira, kemi sjell investime, jo që po folin thatë. Këto ju betohem në Zot e natë dhe ju betohem që kome qenë zoni i diasporës dhe kome qenë zoni i secilit njeri që ka nevojë për mua. Qysh mundet me performu aleanca në këto zgjedhje të marrë parasysh që lideri i 2 dekadat, 20 vjeçar për kësaj partije, Ramush Haradinaj nuk kandidon më për kryeministër. Edhe tashmë dihet që është ndruar edhe udhëheqja të ja delegu postën e kryetarit Ardian Xhinit. Për neve nuk është e lehtë se ne jemi mishnue. Ne me të vërtetë atë ditë kemi pas gjithë emocione, kemi qenë të emocionum, por ideja Ramush Haradinajt e vizioni Ramush Haradinajt është gjithmonë që me sjell kuadrë të reja, me sjell frymë të re. Edhe ajo ka ardhë si prodhim ton kohën edhe kur është lëshu për i Hage, kemi bisedu në 4 symet, edhe më ka thonë të lutem, më sjell kuadrë për jashtit, më sjell asje njerëz që kanë punu në ato shtetet zhvillume, në ato shtetet në sjellin programe zhvillimore të shteteve të zhvillume. Ne na duhen njerëz të ri. Edhe pikrisht për ata ka marrë vendim që të ndron trendin e udhëheqjes aleancë. Mos thot dikush që kanë thonë që partije familjarëve, nuk është partije familjare.
Ardian Gjini ka qenë edhe minister shumë i suksesshëm, edhe me të vërtetë është e bu një fushat veçantë është e bu, fushat me djemë të ri, me vasha të reja, me kuadrë të reja, me të vërtetë ajo ku në vizion edhe program i Ramush Haradinajt. Ajo ka sjell programin e vetën, e ka qitë në taulinë. Zoti Bajram Ulaj, një mesazh për fund për gjithë qytetarët e cilët me 7 qershor do dalin që të votojnë. Une i përshëndes përzemërsisht gjithë qytetarët e Kosovës, nënat, motrat tona, vëllezërit tanë, baballarët tanë, i lusë që dalin masovikisht në zgjedhje. Mos e djegni votën të shtëpia. Ju lutem, delni votoni ma të mirët, po une besoj që ma të mirët jemi ne në udhëheqjen e Ardian Gjinit dhe liderit tonë shpirtënor Ramush Haradinaj. Besoni që nuk kemi me ju lënë në baltë. Kemi me qenë me juve aty ku ka nevojë qytetari i Kosovës. Faleminderit shumë dhe të uroj suksesin këtë gati. Faleminderit edhe juve.